Seanca parlamentare e kësaj të enjte u përfshi nga debate dhe akuza të forta që në nisje të saj. Shkaku bë Komisioni i Reformës Territoriale, pasi Partia Socialiste bëri të qartë se afati ka përfunduar, pavarësisht se demokratët kërkuan shtyrje deri në tetor. Sot Kuvendi i Shqipërisë do të dëgjojë nga dy grupimet, grupi i mazhorancës, por dhe grupi i opozitës, edhe pse në rastin fjalën komision jemi 8-8, do të dëgjojmë gjetjet dhe një gjë për qytetarët, kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative e territoriale. Sot do të dëgjohen gjetjet, por ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Treni orës 7:05 ka ikur. Përgjigjen e mori nga kryedemokrati Sali Berisha, i cili tha se mazhoranca bashkëpunon me grupet kriminale. Parafolsi është njeriu që ka liruar dy terroristë që vendosen Tritolin në shalën e bicikletës së Lulzim Kullës, negociatori i pazarit të votave. Me forcën e kartonit, socialistët rrëzuan kërkesën e PD-s, ndërsa Berisha ngriti pretendimet se raporti PS-s nuk është ai i komisionit. Nuk është miratuar në komisionin parlamentar. Debatet vijuan me demokratët që nuk lejuan bashkëkryetarin socialist të reformës territoriale Arbian Masniku të lexojë gjetjet e ekspertëve, duke bllokuar foltoren. Një tjetër vendim i parlamentit ishte ai shtyrjes së punimeve të sesionit deri në datën 30 korrik, ku një prej vendimeve që pritet të diskutohet është marrëveshja e sigurisë me SBA-n.